Krimi është kudo, sepse ai prek gjithkënd, domethënë prek turizmin, prek ekonominë, prek politikanët tonë. Pra, krimi i troket të derë, i thotë a dënë me të mu, sepse ato kanë tashmë edhe kapital ekonomik. Është një problematikë e cila unë besoj që edhe me policinë e shtetit ne kemi pas një ndryshim të situatës periudhën e fundit. Situata është goxha më stabilizuar, kështu që unë nuk do doja kurrë që nga Shkodra të përcillen mesazhi si një qytet i pasigurt dhe me problema të kësaj natyre. Unë thash që ne Shkodrën sot po japim një panoramë shumë herë më të bukur dhe Shkodra meriton që të lidhet me gjitha të mirat edhe bukuritë që ka. Jam krejtësisht i ndërgjegjshëm për këtë problematikë që është një nga problematikat kryesore dhe nuk do të dal unë me armë me luftu krimin. Si luftohet krimi? Krimi luftohet duke kthy në shinat institucionale, institucionet që merren me këtë gjë. Dhe unë besoj se të gjitha forcat e ndryshimit brenda institucioneve po japin impaktin e vet edhe në uljen drastike të kriminalitetit në bashkinë e Shkodrës.